Në jetë, ka momente kur heshtja është e artë, por ka edhe raste kur heshtja është helm. Shumë njerëz ecin përmes ditëve me dhimbje të pathënë, me mendime të fshehura dhe me ndjenja të pashprehura. Mendojnë se duke heshtur po shmangin konfliktin. Mendojnë se duke mos folur po tregojnë durim, forcë, mençuri. Por nuk është gjithmonë kështu. Ka momente kur heshtja është frikë, kur heshtja është vetdënim, kur heshtja është mënyra më e shpejtë për të humbur veten. Në këtë tekst do të zbulojmë 7 situata ku nuk duhet të heshtësh. Sepse në këto raste, fjalët janë shpëtimi yt. Janë mburoja, janë dritë, janë çelësi që hap derën e lirisë tënde mendore. Emocionale dhe shpirtërore. 1. Kur dikush të poshtëron, të shkel ose të lëndon me qëllim, shumë njerëz mendojnë se janë të fortë sepse e përballojnë gjithçka pa folur. Por forcë nuk është të lejosh veten të bëhesh shënjestër. Forcë është të dish kur të thuash mjaft. Kur dikush të flet keq, të ul vlerën, të përqesh përpara të tjerëve, mos hesht. Sepse nëse hesht sot, do heshtësh nesër. Do bëhet zakon, ata që shkelin mbi ty, e bëjnë sepse ti nuk flet. Ata ndihen të lirë të përdorin si leckë emocionale, sepse nuk vendos kufi. Mëso të thuash, nuk e pranoj këtë sjellje. Mëso të mbrosh veten edhe kur zëri yt dridhet. Sepse nëse nuk flet ti për veten tënde, kush do e bëj? 2. Kur sheh një padrejtësi që ndodh para syve të tu, heshtja para padrejtësisë është bashkëpunim. Edhe nëse ti nuk je autori i së keqes, kur e sheh dhe nuk flet, bëhesh pjesë e saj. Shoqëria ndryshon kur individët ngrenë zërin. Një nxënës që abuzohet, një grua që dhunohet, një punonjës që shfrytëzohet, çdo padrejtësi që heshtet, forcohet. Kur të vijë momenti dhe ti e ndjen se diçka nuk është e drejtë, fol. Edhe nëse je i vetmi. Zëri yt ka fuqi që nuk e imagjinon. Një fjalë e vetme në kohën e duhur mund të jetë kthesa që dikujt i shpëton jetën. 3. Kur ndihesh i thyer brenda dhe ke nevojë për ndihmë, shumë njerëz janë mjeshtër në të fshehurit e dhimbjes. Janë buzëqeshje të rreme, janë mirë të shtirura. Por brenda tyre ndodhet një shpirt që kërkon ndihmë. Dhe ja ku është problemi. Askush nuk do e di nëse ti nuk flet, mos e bëj veten hero të heshtjes. Të kërkosh ndihmë nuk është dobësi, është guxim. Është akt dashurie ndaj vetes. Kur ndihesh i thyer, i pashpresë, kur të duket sikur nuk ja del, fol. Bisedo me një mik, me një familjar, me një profesionist. Fjalët janë hapi i parë drejt shërimit. Kur i nxjerr jashtë, ato pushojnë së kontrolluari brendin tënde. 4. Kur dikush keq kupton qëllimet, ndjenjat apo vlerat e tua, sa shpesh të ka ndodhur që njerëzit të gjykojnë gabimisht, të mendojnë që je arrogant, kur në fakt je i ndrojtur. Të mendojnë që nuk do t'u flasësh, kur në fakt je i lënduar. Ose më keq, të shohin si fajtor, kur ti ke pasur qëllimin më të mirë, mos hesht. Sqarohu. Thuaje të vërtetën tënde. Nuk ke pse të jetosh nën hijen e keqkuptimeve. Fjala e sinqertë është dritë që ndriçon paqartësinë. Mbro veten. Tregoj njerëzve kush je në të vërtetë, jo çfarë mendojnë ata për ty. 5. Kur lidhjet fillojnë të thyen nga heshtja dhe moskuptimi, shumë marrëdhënie nuk përfundojnë nga mungesa dashurie, por nga mungesa komunikimi. Njerëzit largohen, jo sepse nuk duan më, por sepse nuk din çfarë ndodh. Një fjalë që nuk u tha. Një ndjesë që nuk u kërkua. Një ndjenjë që mbeti e fshehur, mos lejo që krenaria të bëjë të humbasësh njerëz që të duan. Flit. Thuaj që të mungon. Thuaj që të dhëm. Thuaj që do një shans tjetër. Sepse ndonjëherë një fjalë shpëton atë që mendonim se ishte e humbur. 6. Kur frika të bllokon të shprehesh dhe të ndjekësh ëndrat, frika është armiku i brendshëm që na shtyn drejt heshtjes. Frika nga refuzimi, frika nga kritika, frika se nuk jemi mjaftueshëm. Sa herë ke dashur të flasësh në publik, të ndash një ide, të shkruash një tekst dhe e ke shtypur veten, mos e lejo frikën të bëhet zot.
Flit edhe kur dridhesh. Shpreh idetë e tua, pasionet e tua, ëndrat e tua. Sepse ato janë unikale. Dhe vetëm ti mund t'i sjellësh në jetë. Mos i varros në heshtje. Bëj realitet me guxim. 7. Kur zemra të nxit të flasësh, pa logjik, pa analizë, vetëm me ndjenjë, ka raste kur ndjenja është më e fortë se arsyeja. Kur e ndjen që duhet të thuash diçka. Një të dua. Një më fal. Një më mungon. Ato fjalë që nuk i thua nga krenaria, por që netëve të gjata të djegin brenda, thuaj. Edhe nëse nuk merr përgjigjen që do thuaj për të qetësuar veten. Thuaj sepse ndjen. Thuaj sepse çdo ndjenjë që nuk shprehet, shndërrohet në peshë në zemër. Fjalët janë dritarja e shpirtit, hap atë dritare. Kur heshtja bëhet zakoni yt, ti po largohet nga vetja, ka njerëz që e mbajnë gjithçka brenda. Që nuk kërkojnë ndihmë. Që nuk flasin as kur vuajnë. Dhe mendojnë se janë të fortë. Por nuk janë. Janë të lodhur. Janë të lënduar. Janë njerëz që kanë harruar se kanë zë. Zëri yt është një dhuratë. Përdore. Mos hesht kur duhet të flasësh. Sepse nëse hesht gjithë jetën do vdesësh me fjalë të pashprehura në shpirt, fjala jote ka fuqi, përdore për të ndërtuar veten, flit për të drejtën. Flit për dhimbjen. Flit për dashurinë. Flit për veten. Flit për të tjerët. Flit për ëndrat. Flit për shpresën. Fjalët janë ura. Fjalët janë liri. Fjalët janë mjeti më i fortë që njeriu ka pasur ndonjëherë. Dhe mëkati më i madh është t'i mbash të heshtura kur të duhen më shumë.